2-3 muajve sa u banën, se kum fillu mos me numru, mo... Kaloj e 30-a, jo kështë që njëzër... Tash del me një ide të madhe shpëtimtare, për formojmë një qeveri të unitetit kombëtar, thoti që ne jemi farë krize alamet, që në fakt nuk qëndron absolutisht. Është shumë lehtë mu formu qeveria, shumë lehtë mu konstituu institucionet, vetëm duhet vullneti politik, por para se gjithë ashtë duhet që interesat e përgjithshme mu vendosë para interesave partijake, po flasë për 2 bloqet, pa dallim, dhe punohet në drejtim. Por ndryshe, zoti Konjufca, këtë din me lujtë good guy në vetëvendosje dhe mendoj që e përmbledhi mirë. Edhe tha që do të trajtojmë si ide, po me një farforme tjetër e dha përgjigje. Natyrisht, mendoj që i takon edhe se ish kryetari i kuvendit, i takon që me i marë seriozisht paritë, se vërtet LDK-ne kanë votuar 18% dhe ata janë 18% qytetarëve të Kosovës që kanë dalë në votim dhe janë për çdo respekt. Absolutisht, është një propozim i tyre. Mendoj që do të kishte qenë shumë i besueshëm ky opsioni i tyre, sigurisht se ata kishin qenë prej fillimit të interesuar që të gjejnë mënyra për participim në një formë në qeveri. Ne e dim që prej fillimi ata kanë qenë kundër, bile kanë shkuar aq larg sa që kanë thonë që ne nuk e votojmë asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje për kryetar të parlamentit, që mendoj që ka qenë e tepërt. Aliaj, qasja e Konjufcës? Nëse mundem pikërisht në fillim ta korrigjoj pak Konjufcën, propozimi nuk është të ketë vetëvendosje PDK-LDK. Propozimi është të ketë gjitha partitë shqiptare, që nënkupton plus AK plus NISMA. Kështu që teknikisht nuk është që LDK po kërkon ta ketë PDK në gjithsesi në kuvend, në qeveri. Mendoj që në herën e parë kur është propozuar kjo, është bërë një lëshim shumë i padrejt nga ana e LDK-s, pasi që i është drejtuar partive shqiptare, duke injoruar partitë e komuniteteve tjera në Kosovë, dhe nëse zgaboj sot e pashtë një reagim, ndoshta të zotit Haziri, i cili kishte targetuar prap komunitetet ju sërbe pakicë në Kosovë, duke ju kritikuar ata, sikur ata t'ishin fajtor pse kemi këtë krizë. Dhe mendoj që kjo nuk është e drejtë. Posaçërisht kur kemi të bëjmë me një parti si LDK, e cila spaku ka pretenduar të jetë shumë më e hapur ndaj komuniteteve pakicë në vend. Kështu që pak loj fjalësh nga zoti Konjufca, do thotë nuk e kemi vetëm PDK-n, po kemi 2 parti tjera. Dhe në anën tjetër tha që do ta diskutojmë, mirë po shefi i madh ka thonë që s'ka, është kategori kundër, kështu që s'ma bën mendja që do të ketë ndonjë diskutim. Dhe është definitivisht, ashtu si e thanë edhe kolegët më herët, është një strategji politike nga ana e LDK-s, që të ketë një diskutim rreth kësaj teme, që në princip do të ishte në rregull, sikur të ishte qëllimi rreth